realisht po aq sa jemi të avancuar me dije, duhet jemi edhe të edukuar. Apo në të kundërtën, për të qenë të edukuar, duhet studiuar, duhet pra të pajismi me dije të mirëfillt. Aq sa pajismi me dije të mirëfillt, aq sa i japmi dijes, për aq dhe ngriten vlerat tona në edukat. Kështu që këto dyja, do thotë këto dy kritere i ka avancu Islami me kohë. Ndaj dhe fillimisht nga faza e parë e thirrjes, nga faza e parë e shpalljes, Kurani pra e ka lancu këtë çështje. Pra pajisnu me dije, se ka thirrë në dije, do thotë në foljen urdhërore ka ardhur citati kuranor, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo, studio në emër të Zotit tënd i cili ka krijuar, pastaj përsëritet prap një kërkesë brenda pak citateve që jep me kuptu pra se Islami me kohë e ka lancu çështjen e dijes, e në kuadër të dijes pra nxirret edhe edukata. Ndaj e kundërta me të kundërtën, mos reflektimi i edukatës të një individ ose të një shoqëri jep me kuptu pa për një nivel të ulët të dijes së asaj shoqërie.